Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur, sa që një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestoj vetën e vet. Se përveç personit prokurorit që ka lëshuar 33 masa arresti, nuk ka mbetur askush pa u arrestuar. Pa filluar gjyqi akoma, arbitraritet total. Dhe fatmirësisht nuk jam unë që i them këto, unë jam thjesht një zë, pasi këto thuen dhe stërthuen nga Këshilli i Europës, nga Komiteti për parandalimin e torturës në Këshillin e Europës, nga raportet e Këshillit të Europës, ku Shqipëria për faqen më të zezë të gjitha atyre që ja kanë vënë këtë njohur, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, po të gjithë kontinentit evropian, rrot më rrot me Rusin për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top.